Kryeministri Edi Rama ka marrë pjesë sot në prezantimin e raportit të GRECO për luftën kundër korrupsionit, ku është rikthyer kritikave të tij ndaj sistemit të drejtësisë dhe mënyrës së zhvillimit të intervistave në prokurori. Sipas Ramës, proceset aktuale janë të vjetëruara dhe duhet të modernizohen urgjentisht. Kryeministri theksoi se kjo praktikë është e papranueshme dhe është vënë në pa edhe nga institucionet ndërkombëtare. Ai deklaroi se qeveria do të angazhohet për ta ndryshuar këtë situatë, duke mbështetur më tej sistemin e drejtësisë dhe institucionet si SPAK dhe GKK. Në sistemin e drejtësisë jemi akoma në epokën e gurit. Zhvillojmë intervista në prokurori edhe në polici, në fakt. Pa audio dhe pa video, intervistat në prokurori që nga prokurorit e jurisdiksionit të përgjithshëm deri tek prokuroria speciale bëhen si në kohën e gurit. Unë të shoh, ti më shef, unë të pyes, ti më thua dhe unë shkruaj çfarë të dua. Kjo është vënë në pa nga institucionet ndërkombëtare. Është një nga gjërat që duhet korrigjuar me urgjencë dhe ne do ta korrigjojmë patjetër, duke vazhduar ta mbështesim fuqimisht sistemin e drejtësisë, duke vazhduar ta mbështesim fuqimisht SPAK-un, gjykatën, GKK-on dhe gjithë institucionet e tjera të reja të krijuar nga reforma e drejtësisë dhe duke shpresuar që më në fund do të bëhet realitet dhe sistemi i menaxhimit digital të gjithë çështjeve që kanë të bëjnë me pushtetin gjyqësor. Një nga reformat që Rama premtoi është digitalizimi i menaxhimit të çështjeve gjyqësore, duke e bërë më transparent dhe më efikas sistemin.